Këtë të premte, Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë ka kremtuar me solemnitet jetëndërimin e apostullit dhe ungjillorit Joan. Ky kremtim përkon me ditën e emrit të fortlumturisë së tij, kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, i Mzot Joanit. Një mesazh në këtë ditë të shënuar ka ndarë edhe Kisha Ortodokse. Në të kremten e jetëndërimit të apostullit dhe ungjillorit Joan feston emrin edhe kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë Joani. Ju urojmë përzemërsisht fortlumturisë së tij vite të shumta të bekuara, plot hir, dashuri dhe zell shpirtëror në baritimin e grigjes së tij, që i caktoi Zoti për lulëzimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të ortodoksisë në vendin ton, për lavdi të Perëndis, thuhet në urimin e Kishës Ortodokse. Për të kremtuar këtë ditë të shenjtë u kryen shërbesat e shenjta në katedralen Ngjallja e Krishtit në Tiranë. Shërbesat nisen me mëngjesoren dhe më pas me liturgjinë hyjnore. Me paqe le t'i lutemi Zotit. Për paqen që lartësi dhe për shpëtimin e shpirtrave tanë, le t'i lutemi Zotit. Pas përfundimit të shërbesave të shenjta u organizua një pritje festive në sallën e pritjeve të qendrës sinodike, pranë kompleksit të katedrales Ngjallja e Krishtit në Tiranë, ku besimtarët kishin mundësi të shprehnin urimet e tyre ndaj fortlumturisë së tij kryepiskopit Joan.